Mirë mbrëma, po fillon plug. Sonte do të ndalemi sërish tek skemat korruptive të ngjashme me ato 5D apo 5B, të cilat duket se nuk janë vetëm ekskluzivitet i rilindjes, por janë ndërtuar edhe në emër të opozitarizmit. Do të ndiqni në fillim një hyrje për njohjen e protagonistit të radhës, për të kaluar më pas tek skemat që vetëm nga ky investigim janë zbuluar plot 70 milionë euro të marra nga xhepat e qytetarëve dhe që kanë përfunduar në xhepat atyre që vitet e fundit janë shfaqur këtyre qytetarëve si opozitar. Disa të rinj në Fier përleshen me agjentët e BKH-s dhe Policinë e Shtetit, teksa këta të fundit ishin duke zhvilluar një hetim për llogaritë të SPAK. Guximi për të ndjekur e për të dhënuar oficer të byros kombëtare të hetimit ngritën pikpyetje të mëdha mbi identitetin e këtyre personave, që shumë shpejt u mësua se ishin njerëz të ish kryebashkiakut të Mallakastrës, Agron Kaplanaj. Lajmi nisi të merrte një tjetër rrjedh në media kur këtë herë vëmendja u fokusua tek justifikimi i ngjarjes dhe të afërmit të niprit e Kaplanajt nga dhunues nisën të shfaqen si viktima dhe se agjentët e BKH-s nuk kishin vepruar konform ligjit, por provat e rrëzojnë një pretendim të tillë. Po, kush është Agron Kaplanaj dhe nga i buron e gjithë kjo forcë atij dhe njerëzve pranë tij, sa arrin deri në dhunimin e oficerëve të byros kombëtare të hetimit pranë SPAK? Agron Kaplanaj e ka nisur karrierën e tij si kryetari i komunës Qendër Mallakastër dhe në vitin 2015 u zgjodh nën siglën e Partisë Demokratike si kryetari i Bashkisë së Mallakastrës. Në vitin 2021 ai kandidoi për deputet, por pa arritur të siguronte një mandat dhe më pas u bë një nga aktorët e angazhuar publikisht për pengmarrjen e logos dhe flamurit të Partisë Demokratike në krah të Lulzim Bashës dhe Enkelej Dalibeajt. Kaplanaj u emërua nga Basha si kryetari i degës së PD-s Mallakastër e më pas ai u angazhua për thellimin e përplasjeve në PD-n e Fierit, duke u kyçur derën demokratëve të këtij qarku. Emërimi i Agron Kaplanajt nga Lulzim Basha dhe Enkelej Dalibeaj si gardiani i tyre në Fier duket se nuk ishte aq i rastësishëm. Siç e tregoi edhe ngjarja e fundit kundër oficerëve të BKH-s dhe SPAK, Kaplanaj do të mundej edhe me forcën fizike t'i kundërvijej demokratëve. Kjo aftësi veç biznesit, duket se e ka gjenezën që më herët nga e shkuara e errët e këtij personazhi. Rehabilitimi i tij në politikë është një mister që shoqërohet me plot drejthije. Ai është një emër i njohur për drejtësinë italiane. Përtej Adriatikut, ai ka një sked mjaft të pasur në veprimtari kriminale ndërsa ka qenë i dënuar edhe me burg. Një gjë të tillë e ka deklaruar vetë ish kryetari i Bashkisë Mallakastër në formularin e dekriminalizimit që ka dorëzuar në KQZ. Siç edhe mund ta shihni nga dokumenti që është publikuar nga Syri Televizion, Kaplanaj rezulton i dënuar në Itali në vitin 2003 me 2 vite burg për vjedhje. Dënimi i tij është dhënë nga gjykata e Firences, por dënimi në Itali është vetëm maja e icebergut e asaj që komprometon figurën e tij në politikë. Agron Kaplanaj ka të dhëna se bashkëpunon me Edi Ramën dhe me disa nga kryetarët socialistë të bashkive. Ai dhe vllai i tij, Shkëlqim Kaplanaj, përmes kompanisë së ndërtimit që ndodhet e regjistruar në emër të këtij të fundit, kanë përfituar vetëm në 8 vite miliona euro tendera.